Mjelmat e egra. Një libër me figura në 2 gjuhë, bazuar në përradhën e Hans Christian Andersen. Shkroi Ulrich Renz, ilustroi Mark Robitski. Përktheu dhe lexoi Aurora Alheim. Na ishin një herë 12 fëmijë të një mbreti, 11 vëllezër dhe motra e madhe Elisa. Ata jetonin të lumtur në një kështjellë të mrekullueshme. Një ditë prej ditësh, nëna e tyre vdiq, dhe pas disa kohësh mbreti u martua sërish. Por gruaja e re ishte një shtrigë e ligë. Ajo i shndërroi 11 princat në mjelma dhe i dërgoi ata tutje në një vend të largët përtej një pylli të madh. Dërsa vajzës i veshi rroba të grisura dhe ja leu fytyrën me një krem që e shëmtoi aq shumë sa as veti jati nuk e njohu më dhe e dëboi nga kështjella. Elisa vrapoi drejt pyllit të errët. Tashmë ajo ishte krejtësisht e vetme dhe ndjente mall të thellë në zemër për vëllezërit e saj të shtukur. Sa po ra muzku, ajo krijoi një shtrat prej myshku poshtë pemëve. Të nesërme në mëngjes, ajo arriti të një liçen i qetë dhe u tremb kur pa pasqyrimin e saj në ujë. Por, pasi u la, ajo ishte fëmia më i bukur i mbretit në dritën e diellit. Pas shumë ditësh, Elisa mbërriti pranë detit të madh. Mbi valët e tij lëkundeshin 11 pende mjelmash. Kur dielli perëndoi, në ajër u përhap një shushurim dhe 11 mjelma të egra u ulën mbi ujë. Elisa e njoh menjëherë vëllezërit e saj të magjepsur, por për shkak se ata flisnin gjuhën e mjelmave, ajo nuk mund t'i kuptonte. Për gjatë ditës, mjelmat fluturonin larg, ndërsa natën vëllezërit strukeshin të përqafuar në një shpellë. Një natë, Elisa pa një ëndër të çuditshme. Nëna e saj i tregoi se si mund t'i shpëtonte vëllezërin nga magjia. Ajo duhet të thurte për secilën mjell një këmish prej hithre dhe t'ua hidhte mbi supë. Por, deri atëherë, nuk duhet të nxirrte as edhe një fjalë të vetme, përndryshe vëllezërit e saj do të vdisnin. Elisa ju përvesh menjëherë punës. Edhe pse duart i diqnin si zjarr, ajo vazhdonte të thurte pa u lodhur. Një ditë prej ditësh, nga largu dëgjuan boritë e gjuetarëve. Një princ i shoqëruar nga burtarët e tij erdhi duke kalëruar me kal dhe shumë shpejt qëndroi përballë saj. Sa po pa njëri tjetrin në sy, ata u dashuruan në shikim të parë. Princi e hipi Elisën mbi kal dhe e çoi në kështjellën e tij. Thesar mbajtësi i fuqishëm nuk ishte as pak i kënaqur me ardhin e vajzës së bukur dhe të heshtur. Ai dëshironte që vajza e tij të bëhej nusja e princit. Elisa nuk i kishte harruar vëllezërit e saj. Çdo mbrëmje, ajo vazhdonte të punonte për të thurur këmishët. Një natë, ajo shkoi në varreza për të mbledhur hithra të freskëta. Ndërkohë, thesar mbajtësi po e vëzhgonte fshehurazi. Sa po princi u nis për gjuhë e tij,
thesarmbajtësi urdhëroi që Eliza të futej në burg. Ai pretendoi se ajo ishte një magjistare e cila gjatë natës takonte magjistare të tjera. Në hakim, rojtarët e nxorën vajzën. Ajo duhej të digjej në qendër të qytetit. Sapo vajza mbërriti atje, papritmas fluturuan mbi të 11 mjelma të bardha. Elisa i hodhi me shpejtësi secilës prej tyre një këmish. Shumë shpejt, të gjithë vëllezërit qëndruan përpara saj në trajt njerëzore. Vetëm vëllai më i vogël, këmisha e të cilit nuk ishte përfunduar plotësisht, luajti në vend një krahu, një flatër. Kur princi u kthye, vëllezërit dhe motra ende nuk ishin pushuar se përqafuari dhe puthon njëri tjetrin plot dashuri. Më në fund, Elisa mund t'i tregonte gjithçka princit. Ai urdhëroi që thesarmbajtësi i lig të burgosej. Më pas, dasma e tyre u festua për 7 ditë me radhë. Dhe ata jetuan të lumtur përgjithmonë. Ky libër figur është përkthyer në më shumë se 50 gjuhë dhe është në dispozicion si edicion në të gjitha kombinimet e mundshme të atyre gjuhëve. Për më shumë informata, në webfaqen www.sefavinemes bilingual.com